Ka dalë një provë tjetër pas denoncimit që bëri pamfleti më 12 dhjetor 2025 për 35 milion euro të vjedhura në Alpetrol nga ish-drejtori Endri Puka dhe të transferuara e fshehura në Qipro. Nëpërmjet shtetasit greko-qipriot Konstantinos Smula, ortaku të bashkëshortes Ela Puka. Por Konstantinos Smula është vjeri i Endri Pukës, pra babai i bashkëshortes Ela Puka, e cila në kartën ID, në pasaport dhe kontrata emrin e babait e ka deklaruar Konstantin. Ja si e futi vjerri në loj. Më 3 korrik 2018, 6 muaj pasi Endri Puka u shkarkua, vjeri i tij Konstantin Mula krijoi kompaninë Oxy International, por ai ishte i përfshirë prej 5 vitesh në tenderet e Alpetrol, bankers dhe firmat që kishin marrë puse me vendime të dhëndrit drejtor. Kur ndaj Endri Pukës filloi hetimi për korrupsion e vjedhje, vjeri u shiti 63,75% aksione vajzave të tij Ela Puka dhe Ada Mulla, ndërsa 36,25% krushve Albana Hoxhaj dhe Ermir Avdaj. Por megjithse Endri Puka është larguar nga detyra në janar 2018, ai vazhdon të marrë miliona euro nga Alpetrol nëpërmjet kompanisë Oxy International të vjerrit, gruas dhe kunatës. Një prej tenderëve të Alpetrol është ai datës 11 prill 2025 me objekt furnizimi dhe instalimi i pompave në vend burimin Gorisht Vlorë dhe punime përgatitore të puseve me vlerë kontrate 2 miliard lekë, dhënë me 99,5% të fondit limit dhe pagar. Këtë tender, drejtori aktual i Alpetrol, Eltar Deda, aktualisht në hetim nga SPAK, ja dha kompanisë Oxy International të Endri Pukës, kompanisë Viptis të Idajet Ismailit, që ka kullën të stadiumi Arena Kombëtare, dhe kompanisë Superstar WB të Bardhi Melit, ish zëvendës drejtori i Agjencisë së Burimeve Natyrore dhe 4 herë kandidat i LSI-s për deputet në Fier. Ndërtimi dhe shitja e resortit në Vlorë, ndërtuar me milionat e vjedhura në Alpetrol. Shtetasit grek Konstantinos Smula, alias Konstantin Mula, vjeri i Endri Pukës, ka luajtur rolin kryesor në fshehjen dhe pastrimin e miliona eurove që Endri Puka vodhi nga tenderet dhe përfitoi nga pazaret me bankers e kompani të tjera pusesh nafte, kur ishte drejtori i Alpetrol. Më 9 korrik 2018, 6 muaj pasi Endri Puka u shkarkua nga detyra, vjeri i tij grek krijoi kompaninë tjetër, AT Oricum, me kapital 100.000 lekë dhe ndërtoi resortin Azar Luxury Hotel te u i ftohtë në Vlorë me vlerë investimi afro 25 milion euro të padeklaruara. Pas përfundimit të ndërtimit dhe fillimit të aktivitetit të resortit, agjencitë antimafia informuan organet e drejtësisë se ndërtimi i resortit në emër të shtetasit grek Konstantin Mula po financohej nga Endri Puka me milionat që kishte vjedhur kur ishte drejtori i Alpetrol. Kjo u vërtetua më 28 gusht 2025, resortin 25 milion euro, Konstantin Mula ja shiti për 1.000 euro vajzës Ela Puka, bashkëshorte e Endri Pukës dhe familjarit të tyre Eraldo Mentor Sheko. Është absurd mos veprimi i SPAK-ut për të çuar para drejtësisë, ish drejtorin hajdut të Alpetrol Endri Puka, që milionat e vjedhura po i pastron me investime nëpërmjet 9 kompanive hije të regjistruara në emër të tij, gruas, vjerrit, kunatës dhe ortakëve fiktiv.